Qeni i policë nuk u largua nga arkivoli i vajzës së vogël. Dhe atëherë policët zbuluan të vërtetën tronditëse. Të gjithë prisnin që ceremonia e lamtumirës të ishte e qetë, por ajo u shndërrua në një sken kaosi që askush nuk do ta harronte kurrë. Njerëzit në kish humbin kur pastori gjerman i madh i njësisë kënënd u hodh brenda arkivolit të bardhë të vajzës. Në fillim, oficerët menduan se qeni ishte i hutuar, i lënduar, ose thjesht nuk pranonte t'i thoshte lamtumir fëmijës së vetëm që i kishte treguar ndonjëherë dashuri të pastër. Por kur qeni vendosi kokën butësisht mbi gjoksin e vajzës dhe refuzoi të lëvizte, paniku përshkoi sallën. Disa filluan të bërtasin duke menduar se ai ishte çmendur. Policia u përpoq t'i afrohej, por ai lëshoi një gërhitje të ulët, diçka që nuk e kishte bërë kurrë gjatë gjithë shërbimit të tij. Pse është kaq i tronditur qeni? Pëshpëriti dikush. Dhe pse e prek dorën e vajzës sikur po përpiqet ta zgjojë? Qeni dukej se dinte diçka që askush tjetër nuk e dinte. Por çfarë? Salla e ceremonisë u zhyt në një heshtje të rëndë dhe të ashpër, një heshtje që dukej se mbërthente frymën e të gjithëve. Rreshta njerëzish të pikëlluar mbushnin hapësirën, fytyrat e tyre të zbeta të ngrira mes dhimbjes dhe mosbesimit. Askush nuk pranonte dot idenë se po i thoshin lamtumir një fëmije që ende se kishte mësuar të shkruante emrin e saj. Në qendër të sallës, në dritën e zbetë, ndodhej arkivoli i vogël i bardhë. Brenda tij, një vajzë rreth 6 vjeçare që dukej sikur flinte. Flokët e saj të artë ishin krejur me kujdes dhe fustani roz i rrezatonte butësi. Por ajo që i linte të gjithë pa fjalë ishte trupi i madh i pastorit gjerman, i shtrirë ngjitur me të, si rojtari i fundit i jetës së saj. Qeni e mbështillte vajzën me trupin e tij, ndërsa kokën e mbante mbi shpatullën e saj, sikur po ruante diçka të shenjtë. Sytë e tij të errët, të mbushur me dhimbje të papërshkrueshme, lëviznin vetëm kur dikush afrohej shumë. Çdo përpjekje për t'i ndarë dyshes shkaktonte një gërhitje të ulët paralajmëruese. Jo agresive, por e dëshpëruar. Disa prej të pranishmëve mbanin duart mbi gojë, të tjerë fshinin lotët. Edhe oficerët e uniformuar mbetën të ngrirë, të pasigurt se çfarë të bënin. Asnjë qenie tjetër nuk kishte parë një qen policë të sillej kështu. Kurrë. Në anën tjetër të sallës, nëna e vajzës mbante fort krahun e bashkëshortit, e tronditur, ndërsa lotët i rridhnin pa ndalur. Babai nuk lëvizi, sytë e tij ishin ngulur te pamja e vajzës dhe qenit që refuzonte ta linte. Rodrigo, oficeri që kishte qenë i pari në vend ngjarje natën tragjike, e kuptoi se po shite diçka që nuk mund të shpjegojë lehtë. Qeni, i quajtur Thor, nuk po reagonte si një kafshë në zi. Kishte diçka më shumë. Thor nuk pranonte komanda. Nuk pranonte të largohej. Nuk pranonte askënd afër vajzës. Rodrigo e njihte mirë këtë qen, i disiplinuar, inteligjent, i stërvitur në nivelin më të lartë. Qenë si Thor nuk shpërthenin kështu pa arsye. Dhe kur një qen i njësisë kënënd reagonte në mënyrë kaq të fortë, kishte gjithmonë një shpjegim. Zakonisht një shpjegim i errët. Ndërkohë, një grua pranë altarit pëshpëriti, ajo e donte shumë i jepte biskota çdo ditë përmes gardit. Dikush tjetër shtoi, shiko si sillet sikur mendon se ajo është gjallë. Pa pritur, veshët e Thor u ngritën. Muskujt ju tendosën. Syt ju ngulën në një pikë specifike të sallës. Një gërhitje e gjatë dhe e thellë i doli nga kraharori. Salla heshti. Vështrimet u kthyen ngadalë drejt një oficeri të uniformuar, Rafael Souza. Ai qëndroi i ngurtësuar, fytyra e tij dukshëm e tendosur. Askush nuk e priste. Rafael njihej si i qetë, i sjellshëm, profesionist. Por tani fytyra i kishte humbur ngjyrën. Thor nuk i ndante syt prej tij. Rodrigo ndjeu një therje të ftohtë në bark. Thor nuk ishte i çrregullt, nuk po shpërthente nga dhimbja. Ai po tregonte diçka. Dhe reagimi i tij ishte shumë specifik. Një murmurim përshkoi sallën. Pse po e sheh ashtu? Çfarë po ndodh? A e njeh? Qeni nuk lëvizi asnjë milimetër. Syt i ishin bërë të mprethë si brisk. Dhoma u mbush me tension. Rafael gëlltiti me vështirësi dhe bëri një hap pas. Thor u ngrit menjëherë duke lëshuar një gërhitje edhe më të errët. Atëherë, për herë të parë që nga fillimi i ceremonisë, Rodrigo kuptoi diçka që e tronditi deri në palc. Thor nuk po qante. Thor nuk po ruante. Thor po tregonte. Dhe në atë çast, të gjithë e kuptuan se e vërteta nuk kishte dalë ende në dritë.
Thor ishte stërvitur për të identifikuar rrezikun, për të dalluar gënjeshtrat dhe për të lexuar çdo detaj të gjuhës së trupit. Në atë moment, çdo muskull i tij dukej sikur bërtiste një të vërtetë që askush tjetër nuk e shite. Diçka nuk shkonte tek oficeri Souza. Qeni shtypte kokën fort mbi trupin e vajzës, sikur ta mbronte prej burrit në anën tjetër të dhomës. Veshët i ishin sheshuar pas kafkës, një shenjë e dhimbshme ankthi. Trupi i dridhej, jo nga frika, por nga përmbajtja. Ai donte të lëvizte, donte të përballej, por nuk mund të largohej nga ajo që po ruante. Ishte i ndarë mes devotshmërisë dhe instinktit. Souza u përpoq të mbante qetësinë. Çka ky qen? Pse sillet sikur unë kam bërë diçka, tha me një buzëqeshje të detyruar. Por zëri i tij tingëlloi i holl, i thyer. Askush nuk qeshi. Askush nuk ju përgjigj. Rodrigo bëri një hap përpara, duke e studiuar me kujdes reagimin e Souzas me syrin e një hetuesi me përvojë. Oficeri nuk e shite arkivolin. Syt e tij kërkonin daljen, duart i dridheshin lehtë dhe gishtat i binin pa ndërprerje mbi rripin e uniformës. Thor gërhiti përsëri, këtë herë më fort. Souza u drodh pa pritur. Policia vërejti gjithçka. Një pëshpëritje e ulët u përhap mes tyre. Marcos ju afrua Rodrigos dhe i tha, edhe ti po e sheh këtë, apo jo? Rodrigo pohoi ngadalë, një ndjesi e rënd i shtrëngoi kraharorin. Thor nuk ishte qenë agresiv. Përkundrazi, ishte i famshëm për qetësinë e tij. Por tani, çdo pjesë e tij po i përgjigjej një sinjali që njerëzit nuk e perceptonin dot, një aromë kërcënimi, një gjurmë faji, një shenjë frike të fshehur. Zëri i Souzas u drodh për herë të parë. Dikush ta kontrolloi këtë kafshë. Rodrigo ngriti vetullat. Kafshët nuk gënjejnë, mendoi ai. Qend nuk akuzojnë kot. Dhe Thor sapo izoloi një oficer në një velorio fëmije. Kjo nuk është rastësi. Shumë kohë para kësaj dite të errët, Thor kishte qenë një qen polici përkryer, i caktuar në patrull me Rodrigon. I fuqishëm, i frikshëm për kriminalët dhe i durueshëm me civilët. Deri ditën kur takoi vajzën me kaçurela të artë dhe buzëqeshje të pafajshme, një vajzë që u thyen të zemrat edhe njerëzve më të ashpër. Ishte një pasdite e qetë. Rodrigo po hetonte disa raportime për hyrje me forcë në një lagje të qetë. Thor po nuhaste trotuarin kur papritur u ndal. Rodrigo u përgatit për rrezik, por dëgjoi një të qeshur të butë pas një gardhi të bardhë. Një fytyrë e vogël u shfaq mes shkurreve. Një vajzë e vogël me një biskot të thërmuar në dorë. Qenushi. Sa i madh je, qeshi ajo. Thor, qeni që kishte neutralizuar kriminal të armatosur, u ul butësisht dhe e vështroi. Vajza i dha biskotën dhe për habin e Rodrigos, ai e pranoi. Thor nuk merrte ushqim nga askush. Por për të ai theu çdo rregull. Që nga ai moment, vogëlushja, Sofia, e priste çdo ditë. Ajo dilte zbathur, me grushtin plot thërrime dhe valviste duart sa po shite Thor të afrohej. Për të, ai nuk ishte një qen polic. Ishte Thorzino. Ajo e përqafonte, i vendoste lule në qafore, i fshite fytyrën në qimet e tij. Dhe Thor, zakonisht i ftohtë e profesional, zbutjej si një lepur. Syt i shkëlqenin. E ama e Sofias e shite shpesh nga veranda. Ajo s'ka shumë miq, i tha një ditë Rodrigos, por me të ajo lulzon. Rodrigo e pa vajzën të qeshte teksa vendoste petale mbi qaforen e Thor. Ai është ndryshe me të, shtoi nëna. Më i qetë. Më i lumtur. Muajt kaluan kështu. Thor i përgjigjej zërit të Sofias me më shumë kujdes se sa urdhrave të Rodrigos. Nëse ajo qante, ai shtrihej pranë saj derisa qetësohej. Nëse ajo qeshte, ai ngrihej mbi putra, i gëzuar. Nuk ka dyshuar askush sa i rëndësishëm do të bëhej ky lidhje. As sa larg do të shkonte Thor për ta mbrojtur atë, edhe pas vdekjes. Dita që Sofia humbi jetën nisi krejt normalisht. Ajo kërcente në përdyshemen prej druri, duke pritur me padurim Thorin. Nëna i lidhi një fjongo ros në kaçurela dhe e lejoi të dilte në obor, por me kushtin të mos largohej. Sofia mori qesen me biskota për qenin dhe u ul pranë gardhit, por atë mëngjes, patrulla e Rodrigos u devijua për një thirrje urgjente. Ata nuk arritën në kohë. Më vonë, fqinjet pan vajzën duke luajtur vetëm pranë rrugës. Topi i saj shumë ngjyrësh i ra nga duart dhe u rrokullis drejt asfalti. Sofia vrapoi pas tij, qeshur.
Në atë moment, një syve e zezë u fut me shpejtësi në rrugicë. Dëshmitarët thanë se makina lëvizi sikur shoferi ishte shpërqendruar. Nëna e Sofias bërtiti emrin e saj, por ishte tepër vonë. Frenat fishkëllen. Një zhurmë e fortë përplasjeje përshkoi ajrin. Kur fqinjet vrapuan, Sofia ishte në asfalt, e palvizshme. Shoferi doli, i zbeth, i shokuar. Oficeri Rafael Souza. Ai tha se nuk e pa. Tha se ajo doli papritur. E quajti aksident tragjik. Rodrigo mbërriti minuta më vonë. Thor doli nga makina me vrull, vrapoi drejt Sofias, e lëpiu, e shtyu me hund, qau, uli kërthizën në qiell me një ulërim që ngriti dhimbjen e gjithë lagjes. Por nuk mundi ta kthente. Rasti u mbyll shpejt si aksident. Por Rodrigo e ndjeu që diçka nuk shkonte. Dhe thor që nuk harronte asnjë aromë, do ta provonte. Përpara të gjithëve. Në velorio. Brenda asaj kishte të heshtur. Dhe ajo që do të vinte më pas, do t'i shokonte të gjithë. Raporti zyrtar fliste për tejkalim të shpejtësisë dhe një gabim tragjik. Por sa më shumë që Rodrigo e lexonte, aq më shumë diçka nuk i përshtatej. Detajet ishin tepër të pastra, tepër të përsosura. Pse Souza ishte në atë lagje pikërisht në atë orë, mendoi ai. Pse kamera e tij e panelit nuk kapte momentin e përplasjes? Dhe pse Thor reagoi ndaj tij me një njohje kaq të dhunshme? Rodrigo fërkoi mjekrën duke marrë frymë thellë. Thor ishte shtrirë nën tavolinë, por edhe në gjumë qeni lëvizte, qante lehtë dhe gërhitej, sikur i ngecur në makthe që vetëm ai kuptonte. Në anën tjetër të zyrës, oficeri Marcos hyri në heshtje dhe mbylli derën. Rodrigo tha me zë të ulët. Kam dëgjuar që po e rishikon çështjen. Rodrigo e pranoi me një tundje koke. Marcos vuri një dosje në tavolinë. Nuk je i vetmi. Kam nxjerrë regjistrat e lëvizjeve të Souzas, ka diçka që nuk përputhet. Rodrigo hapi dosjen. Rruga që Souza deklaronte nuk korespondonte me vendngjarjen. Atëherë pse ishte atje, murmuriti ai. Marcos u përkul. Asnjë përgjigje. Tha se po ndiqte një pistë, por s'ka dokumentuar asgjë. Stomaku i Rodrigos u shtrëngua. Ai rifilloi të lexonte. Dëshmitar të ndryshëm kishin parë një syve të errët duke qarkulluar në lagje që në mëngjes me sjellje të çuditshme. Souza i kishte mohuar të gjitha. Por pjesa më shqetësuese ishte pamja e munguar, kamera e panelit të tij ishte fikur disa minuta para aksidentit. Souza pretendonte defekt teknik, por nuk ekzistonte asnjë kërkesë riparimi. Kamerat e patrullës nuk fiken vetë. Marcos pshertiu. Thor e di diçka. Ai po reagon ndaj Souzas si ndaj një kërcënimi. Sikur të dëgjonte emrin e tij, Thor ngriti kokën, veshët u drejtuan pas, gërhiti ulët dhe nguli syt tek dera. Rodrigo dhe Marcos ndëruan shikime të errëta. Diçka nuk ishte thjesht gabim. Diçka po fshihej. Dhe Thor e kishte kuptuar që në fillim. Thor mezi ishte lëvizur që prej velorit. Ai kishte qëndruar brenda arkivolit të Sofias për orë të tëra, si një statuj dhimbjeje. Nuk hante, nuk pinte, vetëm merrte frymë. Rodrigo nuk e kishte lënë asnjë moment vetëm. Por sytë e Thor ishin larg, të fiksuar në një vend që askush tjetër nuk e shite. Deri pak pas agimit të ditës së dytë të velorit. Salla ishte bosh. Vetëm Rodrigo, Thor dhe një pastrues i heshtur në qoshe. Rodrigo ul pranë qendit duke i kaluar dorën mbi qimet e tij. Mik, nuk mund të rish këtu për gjithmonë. Thor nuk reagoi derisa e preku dorën e Sofias për herë të fundit. Pastaj u ngrit. Ngadalë, me një lëvizje që i çoi lot në sy Rodrigos, doli nga arkivoli pas 40 orësh. Por nuk ishte i raskapitur, përkundrazi, u bëi alarmuar. Hunda i dridhej, veshët u ngritën, trupi ju tendos. Thor, çfarë ndodhi? Qeni shkoi drejt derës, pastaj u kthye nga Rodrigo me një vështrim urgjent. U ankua shkurt, pastaj kapi derën me putra. Ishte një urdhër. Rodrigo u ngrit menjëherë. Do që të ndjek? Thor lëshoi një gërhitje të vogël që ishte një po. Ata dolën jashtë. Thor nisi të ndiqte një aromë me intensitet të frikshëm. Vraponte me hundën për tokë, duke u kthyer majtas e djathtas si një hetues natyror. Rodrigo mezi e mbante ritmin.
Qeni i çoi drejt për drejt në lagjen ku jetonte Sofia. Atje, Thor ndaloi pa pritur. Trupi ju ngrirë. Rënqethet i ngriheshin në qafë. Pastaj gërhiti i ullët i gjatë paralajmërues. Rodrigo ndoqi drejtimin e shikimit të tij dhe gjaku ju fto. I parkuar pas disa shkureve ishte SUV i zi i Souzas, pikërisht ai makinë. Thor u nis me vrull, si të donte ta shyente. Dhe për herë të parë, Rodrigo e kuptoi plotësisht, Thor nuk kishte lënë arkivolin për të vajtuar. Ai kishte lënë arkivolin për t'i çuar drejt të vërtetës. Rodrigo thiri Marcosin. Brenda minutash, mbërritën makina të tjera patrullimi. Marcos e pa SUV-in dhe ngriti sy. Është makina e Souzas. Por Thor nuk u ndal te makina. Ai tërhoqi pantallonat Rodrigos duke e çuar drejt shtëpisë së Sofias. Portës anësore. Pastaj një dere të poshtme, pak e hapur. Ashtu nuk duhej të ishte, tha Rodrigo. Prindërit e Sofias ishin larguar rreth orës së velorit. Askush nuk duhej të ishte brenda. Një zhurmë e lehtë u dëgjua nga bodrumi. Thor shpërtheu me leje të tërbuara. Rodrigo nuk priti. E shtyu derën. Në bodrum, me skutive dhe lodrave të vjetra, Thor nuk shkoi te asnjë prej tyre. Ai shkoi drejt sistemit të kamerave të sigurisë. Monitori ishte ndezur. Dikush kishte parë pamjet. Marcos nisi të rrotullonte videon. Pamjet ishin nga dita kur Sofia vdiq. Sofia po luante në obor. Pamja që duhej të tregonte vrapimin e saj drejt rrugës nuk ekzistonte. Në vend të saj, shihej SUV i Souzas duke hyrë në rrugë shumë më herët se sa ai deklaronte. Thor u ankua fort. Pamja tregonte Souzan duke parë telefonin e tij, duke marrë mesazhe të njëpasnjëshme. Pastaj momenti i tmerrshëm, Sofia ndalon duke të friksuar dhe bën një hap mbrapa. SUV nuk humb kontrollin, ai e ndjek drejt bordurës. Një hije kalon në këmbë të kamerës. Nuk ishte vetëm Souza. Dikush tjetër kishte qenë atje. Kur dielli perëndonte, stacioni i policisë zjente. Rakordat, raportet, pamjet, gjithçka por i shikoi. Dhe për herë të parë, kolegët e Souzas filluan të dyshonin për të. Në dhomën e marrjes në pyetje, Rafael Souza rinte ulur duke trokitur gishtat në tavolinë, fytyra e tij e zbetë, duart që i dridheshin. Dhe Thor, ulur pas derës, po gërhiste ngadalë, i bindur se e vërteta sapo kishte filluar të dalë. Souza qëndronte ulur në karrigen metalike të ftohtë. Uniforma e tij ishte e rregull, por fytyra e tradhtonte. Djersa i grumbulloi nën jak. Nofulla i dridhej her pas here. Syt nuk qëndronin askund, vetëm tek dera, duke pritur që dikush t'i thoshte se mund të largohej. Askush nuk e tha. Rodrigo hyri në dhomë me një tablet nën krah. Thor ecën pas tij me qaforen e shtrënguar dhe qëndrim të ashpër. Sytë e qenit u ngushtuan menjëherë sa pas Souzan, gërhitja e tij nuk ishte e fortë si në velorio, por e thellë, e kontrolluar, një paralajmërim i heshtur dhe i rrezikshëm. Souza u tendos. Hiqeni këtë qen prej këtu. Nuk ndihemi sigurt. Rodrigo e injoroi. Interesant, tha qetë. Thor nuk ka pasur asnjë problem me askën përveç teje. Souza qeshi sarkastikisht, por duart i dridheshin. Është një kafshë. Kafshët ngatërohen. Rodrigo ngriti syt. Jo Thor. Ai mban mend aromat. Mban mend frikën. Dhe mban mend fajin. Nofulla e Souzas u ngurtësua. Po më akuzon për diçka. Rodrigo vendosi tabletin në tavolinë dhe shtypi plai. Pamjet e sigurisë nisën të shfaqeshin. SUV i Souzas hynte në rrugën e Sofias shumë më herët nga sa ai pretendonte. Fytyra e Souzas u zbardh. Nuk është ajo që duket. Duket, tha Rodrigo me qetësi, që po patrulloi një zonë që nuk ishte jote. Dhe kamera e panelit u fik pikërisht në momentin kritik. Souza u rrëshit në karrige, frymëmarrja ju shpejtua. Ju thash, pati defekt. Marcos hyri në dhomë. Qesharake, tha ai. Tekniku e kontrolloi sot. Asnjë defekt. Dikush e ka fikur manualisht. Buzët e Souzas u hapën, por asnjë fjalë nuk doli. Thor u afrua, duke nuhatur fuqishëm, duke kujtuar aromën e burrit që mbante Sofian para vdekjes. Rodrigo u përkul.
Pse ishe pranë shtëpisë së saj disa orë para aksidentit? Çfarë po bëja atje? Unë po ndiqja një pistë. Cilën pistë? Shtyu Marcos. Souza shmangu shikimin. Frymëmarrja i u bë e cekët. Nuk mund ta them. Thor lëshoi një leje të fortë që e bëri Souzan të kërcente. Rodrigo e kuptoi menjëherë, Souza nuk po mbronte veten. Ai po mbronte dikë tjetër. Thor kishte qenë i heshtur për orë të tëra, i shtrirë te këmbët e Rodrigos ndërsa marrja në pyetje zgjaste. Por kur Rodrigo hyri në dhomën e provave për të parë sendet e gjetura në SUV, diçka ndryshoi te qeni. Veshët i u ngritën. Trupi u tendos. Hunda i u ngrit në ajër, ai ndjeu diçka. E ndjeve një aromë? Pyeti Rodrigo. Thor nuk priti. U hodh drejt rafteve të provave dhe filloi të gërvishte me forcë një qese të mbyllur me etiketën e 47. Policët u tërhoqën. Rodrigo e mori qesen. E 47 material i pa identifikuar gjetur në bagazhin e SUV-it të Souzas. Thor u ngrit në dy putra, duke goditur qesen, duke kërkuar dëshpërimisht që të hapej. Emocioni i tij ishte i papërshkrueshëm, një ankth i pastër kafshëror. Hape, urdhëroi Marcos. Tekniku preu vulën. Në momentin që qesja u hap, Thor futi hundën brenda dhe lëshoi një ulërim të gjatë, të qarë, të dhimbshme. Një ulërim që dëgjohet vetëm kur një qen gjen gjurmën e një fëmije të humbur. Brenda qeses ishte një copë e vogël e një materiali roz. Një fragment i grisur i fustanit të Sofias. Marcos u tërhoq me një thithje të fortë. Kjo nuk ishte në raport. Duart e Rodrigos dridheshin. E ëma e saj tha se fustani ishte i paprekur atë ditë. Pa asnjë grisje. Thor e nuati copën me gulqim të shpejt, pastaj papritur u kthye nga dera dhe filloi të lete me tërbim. Dëshiron që të ndjekim? Thor u nis me vrull nëpër korridor. Marcos vrapoi pas tij. Ai po ndjek aromën e dikujt. Jo të Sofias, të dikujt tjetër që ka qenë pranë saj. Thor zbriti shkallët, kaloi daljen e pasme të komisariatit dhe u ndal te një qoshe pas ndërtesës, pranë koshave të plehrave, një vend ku policët shpesh ndaleshin për të biseduar apo pirë duhan. Thor gërhiti fuqishëm. Rodrigo ndriçoi tokën me elektrik. Ai ngriu. Në tokë kishte gjurmë këpucësh të shtuara, të papastra, të ndryshme nga çizmet e Souzas. Marcos u ul pranë tyre. Këto nuk janë këpucët e Souzas. Thor ulej me nofull të shtrënguar, duke gërhitur fort. Dikush tjetër ka qenë me Sofian atë ditë, tha Rodrigo me zë të dridhur. Dhe ai dikush ende është afër. Thor leu një herë, të mbret, të sigurt. E vërteta po bëhej më e errët. Vetëm një orë më vonë, Rodrigo dhe Marcos hynë në dhomën e mjekes ligjore, dër Helena. Ajo duke e lodhur, e shqetësuar. Rishikova raportin e autopsisë, tha ajo. Unë nxitua. Shumë. Ajo hapi dosjen e re. Shikoni këtu. Në fotografi shfaqeshin mavijosje në brinjet e Sofias. Këto nuk përputhen me goditje nga makinë, tha Helena. Këto janë shenja kapjeje. Të forta. Nga duar të rrituri. Rodrigo ndaloi së frymëmarruri. Ajo vazhdoi, në krahët e sipërm ishin shenja të tjera, shenja mbajtjeje. Ajo nuk u rrëzua vetë. Ajo u mbajt u pengua. Thor gërhiti, duke e nuhatur dyshemen nervoz. Helena u përkul mbi një foto tjetër, e zmadhuar. Në qafën e Sofias kishte thyrje të vegjël të enëve të gjakut. Kjo ndodh kur dikujt i bllokohet frymëmarrja, tha ajo. Dikush i kishte mbuluar gojen para se të goditej. Marcos u tërhoq i tmerruar. Pra ajo ishte pa ndjenja para se makina ta godiste? Po, tha Helena. Makina nuk e vrau. Në atë çast, Thor u ngjit në një dollap të mbyllur. Marcos e hapi. Brenda ishte një distinktiv policie, i vogël, i ndritshëm. Jo i Souzas. I dikujt tjetër. Dikujt që ende ishte i lirë. Një brosh policie. Nuk ishte e Souzas, as e departamentit të tij. Një therje e ftohtë i përshkoi shtyllën kurrizore të Rodrigos, dikush tjetër kishte qenë me Sofian atë ditë, dikush me gradë më të lartë, dikush i mbrojtur. Thor vështroi broshin duke gërhitur lehtë. E vërteta po hapej dhe shkelësi i vërtet më në fund po dilte në dritë.
Dhoma u bë më e ftohtë sapo u gjet broshi misterios, një objekt i vogël, por aq i rënd sa të shkunte gjithë hetimin. Rodrigo e rrotulloi në dorë duke lexuar inicialet e gdhendura. "A", tha Marcos me zë të dridhur. "Ky brosh i përket zëvendës shefit. Një nga oficerët me gradën më të lartë." Gjoksi i Rodrigos u shtrëngua. Alves ishte i respektuar, i frikshëm dhe i paprekshëm. Por broshi i tij mes sendeve të Sofias, kjo nuk mund të injorohej. Thor ekste i shqetësuar, nuhaste ajrin, i ngrinte putrat mbi këmbën e Rodrigos, ai kishte edhe diçka tjetër për të treguar. "Ku tani, djalosh?" Përshpëriti Rodrigo. Thor u nis me vrull drejt derës. Rodrigo dhe Marcos e ndoqën me zemra të rrahura fort. Qeni ndoqi aromën e broshit, të copës së fustanit, të çdo prove që njerëzit nuk mund ta lexonin dot me aq saktësi. Ai u kthye majtas drejt pjesës së rezervuar të parkingut të policisë, vendi i makinave të zyrtarëve të larë. Ai po shkon tek makina e Alvesit, murmuriti Marcos. Por Thor nuk u ndal aty. Ai nuhati SUV-in e zi të Alvesit, gërhiti një herë dhe vazhdoi përtej parkingut, duke shkuar drejt një shtegu të ngushtë pas komisariatit, një shteg që pak oficer e përdornin. Ai çonte drejt një magazine të vjetër mirëmbajtjeje, të harruar, pa kamera, pa dëshmitar. Thor u ndal para derës së ndryshkur dhe lëshoi një leje të fortë, të dëshpëruar. "Ky vend nuk përdoret prej vitesh", tha Rodrigo. "Jo zyrtarisht", kundërshtoi Marcos. Rodrigo hapi derën. Ajër i ftohtë e i ndenjur shpërtheu përtej pragut. Brenda, një dritë e zbehtë pulsonte. Pluhuri vallëzonte në rrezën e elektrikës. Thor vrapoi drejt një dollapi të madh metalik dhe filloi ta gërvishte me dëshpërim. Rodrigo e hapi dollapin. Brenda kishte objekte që nuk duhej të ishin aty, një çantë fëmije, një palë këpucë, një copë rrobe me njolla gjaku dhe, më e dhimbshmja, arushi i pelushit i Sofias. Marcos mbeti i ngrirë. Kjo nuk ishte asnjëherë në provat zyrtare. Thor e preku pelushin me hund, me një dhimbje që dukej sikur e përpinte. Pastaj u kthye nga një grumbull dosjesh të shtyr pas një kutie. Rodrigo i mori. Ishin komunikime të fshehta, telefonata të paautorizuara, fotografi survejimit të Sofias, të marra disa ditë para vdekjes së saj. "Kjo ishte e planifikuar", tha Marcos me zë të dridhur. Thor gërhiti drejt derës. Dikush ishte atje. Një zhurmë zhavori. Një hap. Një frymëmarrje e ngadaltë. Zëvendës shefi Roberto Alves hyri brenda magazinës. Uniformë e rregull. Qëndrim i qetë. Por sytë e tij ishin të ftohtë, me kërcënim të padiskutueshëm. "Zotërin", tha ai qetë. "Pse po shkelni një pronë të kufizuar?" Rodrigo e ndjeu trupin t'i ngrinte. "Zotëri", tha Marcos me kujdes, "gjetëm prova të lidhura me rastin e Sofias. Prova që nuk duhej të ishin këtu. Asnjë ndryshim në fytyrën e Alvesit, mbyllni dollapin", tha ftohtë. "Dhe harroni çfarë mendoni se zbuluat." Thor u hodh përpara duke gërhitur, i tërbuar. Rodrigo mezi e mbajti. "Ky qen", përshpëriti Alves me përçmim, "ka qenë problem që ditën e parë." Gjaku i Rodrigos vloi. Thor gjeti çdo gjurmë që t'i fshehe. "Mendove se askush nuk do kërkonte këtu." Alves i hodhi një vështrim të ftohtë. "Duhej ta mbyllja këtë çështje. Ju dy nuk duhej të përfshiheshit më. Ti ishe aty ditën kur Sofia u plagos", tha Marcos. Alves nuk mohoi. "Pse?" pyeti Rodrigo. "Një heshtje e gjatë." Pastaj, "Souza nuk veproi vetëm", tha Alves. "Ai ndiqte urdhrat e mi." Nën Rodrigos u dridh. Alves vazhdoi, "Nëna e Sofias ngriti një ankesë kundër meje, një skandal i tillë shkatëron karriera. I thash Souzas ta trembte, ta paralajmëronte. Ai humbi kontrollin. Vajza vrapoi. Aty filloi gjithçka." "Dhe ti e mbulove", tha Rodrigo me zë të thyrë. Thor u ngurtësua. Ai nuk gërhiste ndaj Alvesit, por ndaj xhaketës së tij. Më saktë, ndaj fryrjes në xhepin e brendshëm. Marcos, përshpëriti Rodrigo, kontrollo xhaketën. Sytë e Alvesit u zgjeruan për një sekondë. Ai u hodhi pari, e grisi xhaketën dhe u nis me vrap drejt daljes. "Thor, kap." Thor u lëshua si një raket. Zhurma e putrave të tij përplasej në tokë. Ai e arriti Alvesin te pema e parë dhe e rrëzoi.
Rodrigo dhe Marcos i vun prangat ndërsa Thor vazhdonte të gërhiste derisa hekurat u mbyllën. Diçka ra nga xhepi i Alvesit me një tingull metalik. Një medalion i vogël roz. I Sofias. Ai e ka mbajtur me vete gjithë këtë kohë, pëshpëriti Marcos. Ajo nuk duhej të rezistonte, tha Alves me përbuzje. Thor lëshoi një leje të egër që përshkoi të gjithë magazinën. Por përpara se Rodrigo të reagonte, radio e Marcosit gumëzhiti, 1-3 duhet të ktheheni në qendrën mjekësore. Menjëherë. Çfarë ndodhi? Është për Sofian. Zëri i tij dridhej. Minuta më vonë, ata arritën në qendrën mjekësore. Korridori ishte kaos. Ku është? Çfarë ndodhi? Kërkoi Rodrigo. Mjeku, i zbeth, u afrua. Po e çonim drejt morgut kur gishtat e saj u lëvizën. Rodrigo u ngrirë. Thor qau lehtë. Çfarë po thoni? Ajo është gjallë, bota u ndal. Thor u hodh në dhomën e rikuperimit. Rodrigo e ndoqi pa frym. Brenda, Sofia ishte e shtrirë në shtrat e zbeth, por duke marrë frym. Dorza e saj u drodh lehtë. Thor vuri hundën në pëllëmbën e saj. Dhe gishtat e vajzës u mbyllën rreth tij. Rodrigo kuptoi çdo gjë, e vërteta doli. Fajtorët u zbuluan. Dhe një qenbesnik shpëtoi jetën e saj. Sofia hapi syt ngadalë. Torzino pëshpëriti. Bishti i Thor lëvizi lehtë. Dhe për herë të parë që kur nisi tragjedia, gjithçka më në fund ishte e drejtë.